Banorët e rrjollit në plazhin e Velipojës vijojnë protestën dhe përplasjet me policin duke kundërshtuar ndërtimin e një resorti turistik që parashikohet të ngrihet në këtë zonë. Ata janë të vendosur të mos lejojnë punimet në këto territore, që thonë se u përkasin me dokumenta dhe po u vidhen në mënyrë flagrante. Sot është dita 6. Dje kena bën një protest shumë pak njerëz, por kena bën një protest si është e papame. Sot po mlidhet populli, qa do të vinë, do të shihet javën tjetër. Kjo do të jetë një protest si nuk do të mbyllet, tanën do të bllokojmë deri në Shkodrës, te prokuroria. Edhe në ditën e 6 të protestës, punimet u ndërpren përkohësisht. Deri më tani është hapur rruga drejt kantierit të ndërtimit, ndërsa vendasit thonë se në momentin që do të preket zona e plazhit dhe pylli, atëherë protesta do të jenë më të ashpra. Banorët e rrjollit edhe një vit më parë kanë depozituar në SPAK një kallëzim në ndyshimet se janë falsifikuar dokumentet me qëllim ndërtimin e resortit. Kallëzimi është dërguar për kompetencë hetimore edhe prokurorisë së Shkodrës, që sipas banorëve nuk ka ndërmarrë asnjë veprim. Të hënën ata kanë lajmëruar se do të protestojnë edhe përpara prokurorisë së Shkodrës.